Kreu i Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Efendi Rexhepi në mesazhin e tij me rastin e festës së Fitër Bajramit, tha se dita e nesërme është e ditë e mëshirës, afërsisë dhe unitetit. Besimtarë të dashur, pas faljes së namazit të Bajramit, të gjithë do të rendin nëpër shtëpitë e juaja për të shprehur gëzimet dhe uratat tek familja, tek të afërmit, tek të dashurit e juaj. Ndajeni sofrën tuaj të begat me atë që nuk kanë, me fqinjët tuaj, shprehni mëshirë, afërsi dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Motra e vëllezër e lut Allahun fuqiplot që t'ua ketë pranuar agjërimin dhe të gjitha ibadetet e muajit të bekuar të Ramazanit. Për fund, ju uroj gëzuar për shumë mot Fitër Bajramin. Zoti ju bekoft. Në kuadër të aktiviteteve të tij për të ndihmuar skamnorët, gjatë këtij muaji të shenjtë, Forumi Rinor Islam edhe këtë vit organizoi aktivitetin humanitar Shporta e Ramazanit. Gjatë këtij aktiviteti, gjithsej janë shpërndar 1700 pako, ndërsa pakot e fundit u ndan gjatë ditës së sotme në qendrën ditore të personave me nevoja të veçanta në Tetov. Jemi në qendrën ditore të personave me nevoja të veçanta, ku kemi bërë shpërndarjen për gjithë ata persona apo fëmijë të cilët i shfrytëzojnë këto shërbime të kësaj qendre dhe po ashtu për personelin i cili kujdeset për ato. Shporta e Ramazanit është shpërndarë edhe në pikat ku është grumbulluar. Ne kemi bërë listat ku janë regjistruar vetë nevojtarët, edhe aty kanë bërë edhe marrjen e pakove personalisht. Kështu që mendojmë që deri diku i arritëm që edhe këtë vit t'i dalim në skaj këtij aktiviteti humanitar i cili vërtet në vetë ngërthen mjaft mund vullnetar edhe mjaft mund të aktivistëve të Forumit Rinor Islam, personave tjerë cilët edhe ndihmojnë, po edhe në mënyra të ndryshme kontribuojnë, qoftë në mënyrë materiale, po qoftë edhe në mënyrë morale. Aktiviteti i cili ka përfshi diku mbi 1700 shporta këtë vit, cilët janë grumbulluar edhe më pas janë shpërndarë. Manifestimi qendror i faljes së Fitër Bajramit do të organizohet në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup. Manifestimi do të fillojë në orën 4:45 minuta, ku do të falet namazi i sabahut, ndërsa në orën 6 do të falet namazi i Fitër Bajramit.